kryvi. Po ku do mi marrë lek me bë operacione plastike, po këto janë marrëna më. A pa më lënë rahat, operacionet plastike janë mod. Bile sot i bajon ka me dorë si fotomodele. Gjo më e bukur se ka me kanë, kështu që më lënë se e dijat muhabet. E kam në numër. Po na nuk kena paguar lo qeran e shtëpisë më. Po ku do mi marrë lek ti më, po këto janë marrëna. Mër sot na shohim pronorin se sa e bukur janë bë, ka me na përgjysmu qeron, mund si shkon me na vana edhe katin e dy shtëpisë. Unë për ty Mariam do i bë? Për mua do e bë këtë? Po, ti mash ligat mash. Se sot më shef sa e bukur ka mu bë si të baj hundën edhe buz, ta po më thu ku ke ken me ma përpara. Hajde tash se dion atë mohabet, ec tash. Hajde më se dion atë, ec tash. Mirë dita, doktor. Mirë dita. Me se mund t'ju ndihmoj? A jeti ai doktori operacioneve plastike? Po dora vete, mjeshtri i silikonit, i botoksit, maestra. Unë edhe burri kena ardhur me bë disa ndërhyjme të vogla kirurgjikale. Besoj se ndërhyjmet do më i bën për burrin, besoj. Jo, ndërhyjmet i bajon, burri ndërhyn diku tjetër. O doktor, sa kushtojnë këta operacione plastike se ndoshta ta po më duhet me marrë në overdraft? Po çfarë overdraft më se nuk janë të bosur. Janë të kushtueshme operacionet më zoti. Po që nuk do me operu veshkat më doktor. Po pikërisht pra, se veshkat janë marrë, nuk i shef kush. Kurse kjo do me operu fytyrën tipore që i shohin tonë. Po bukuria ka kosto më zoti. Këti doktor i dhomin veshkat për vetje, më manë se duhet me operu edhe unë. Tash përveç dus, mendoj se edhe ti ke nevojë me bë operim. Tash jo me bë veshkat, po unë mendoj që ti me bë vesht. Me bë vesht? Po. E me dek për veshkat. S'ke nevojë me dek për i veshkave hiç, se kur bash vesh dukesh i bukur. Është më mirë me dek i bukur se sa me jetu i shëmtu. Ja kam thonë, mërë doktor, ja kam thonë. Të shënë këshu e kam qarë që du me bë për vedi, ti si profesionist që je, që më sugjeron për shamull? Po tesh, një gjo, a të bini me nu më mirë, apo ti e sugjeroj kështu direkt? Jo, direkt i tesh, ku kam nevoj me bë operimet edhe se sa kushtojnë? Atëre, ofertat janë të, për shembull, nëse ti ban hunën edhe vesht, buz ti bojnë falas në si klinik. Dhe nëse ti ban për shembull vetëm buzën edhe vesht, hunën e ke për nesh, domethënë. Sa bukur. Më fal. Fal me doktor, po që janë të oferta me doktor, po nëse nga dyqan rrobash këtu. Më fal ti, a ke ardhur me bë hunën, a me fut hunën tonë në punë të huaja? Doktor, sa kushton huma? Po kjo varet e lloji hunës për shembull. Po hunat normale kështu, hunat normale shkojnë te 2-3 mijë euro. Jo. A shumë shtrenjtë. Ja. Shumë shtrenjtë. Nuk është hiç shtrejt, doktor. Nuk është hiç shtrejt, doktor. Boost, sa kushtojnë boost, lutem? Tash boost të varë, se ta thash edhe na kena oferta, po boost ka mundësi se për shembull ti nuk është se ke nevojë në ndërhyjme të mëdha, me kem të i bën ky shkojnë 8 mijë euro. Po se ti bën aty mund të shkojnë diku te 2 mijë euro. Ja, sa është hiç shtrejt. Po ku mi marr lek marr doktor? Ku mi marr lek? Më fal më zotni, ti atë orë me përzim pazara çka ke? Të lutem shumë, a ka mundësi? Doktor, nuk janë hiç shtrejt. Kështu më shifa, kam nevojë për një ndërhyjme tjetër. Po patjetër më. Po ja marr doktor, po kja fiksu kot me operacione plastike, po kja shumë mirë është si jashtë. Po mira s'ka fund më zotni, ta thash edhe herë. Operacione plastike ka bën Rihanna, ka bën Dua Lipa, ka bën Shakira. A kupton? Doktor, unë jam krejt godi, po veç më thonë se sa kushtojnë këto 3 ndërhyjmjet. Të ndërhyjmjet do të thonë ka 2.3 o 10 mijë tona bosh. Krejt në rregull. Ja doktor, a shumë shtrenjtë. Hajde shto me gjë. Ik parti se të du me bë. Klinik më aljer se na? Ku ka klinik më aljer se na më ordinar? Më na veç me të von falas. Po nuk kam lek marr doktor, s'kam lek. Po e çfarë s'ke lek, po si pagun ti më lek, ai to kuptu më çfarë thot më. Po lek ja paguajnë dashnor, më ato janë të bën të bukur me të duk ty e bukur më njëri. Ti do të më thon falëndershëm, se një gjë. E shto më kanë bëllë gundën. Jo, do të thënë e kam bënë se unë jam doktori. Po dashnor kanë vënë part. Nëse më thon falëndershëm kam bërë provë për veti. Po tash ti me ty herë kena kryp punë. Doktor, se pa garanci ka se ku i marr lek tun, unë jam gati për sa operacione. Dakor. Po ti ku vë gjën lek për hunën? Hunën e kujt? Hunën tonë. Unë me bëu operacion hunë? Jo, po ti s'mundori shprej kësaj klinike me këtë hunë, se kujtojnë tjerë se ta kanë bën hunën gabim, edhe mban anti-reklam klinikës. Doktor, ti ke drejt marr doktor, se unë i kam thoni 100 herë, bane atë zot humet, s'merr vesh, çka kemi bos del? Po ku i marr lek me? Po këtu në klinikën tonë paguajnë edhe me këste. Po, mjafton që të lesh diçka garancie dhe paguhet. Po që me lën garanci marr doktor, unë shtëpi s'kam, makinë s'kam, ç'a me lën garanci? Një gjë, apo lën vesh të marrin e bëjnë punën.
Perfekt, doktor. Po kry, Hajde. ishte bono. Hajde oti ma, ne edhe bëjmë operacion. Po. Unë një desha. Hej, zëti. Këtë s'ka dole ja shprejhja. Shka I shqyta me marrë brinat, la dhe vesh pra.